Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Dersën e fundit për bajnë një përsëritje shkurt e këna marë që këna mësu el-mizanu s-sarfi. Që këna thonë që është el-mizanu s-sarfi? Përshorja sarfit ose shqip përshorja morfologjike. Mirë, kemi thonë që kjo përshorje përdoret për mi matë fjallë. Për mi matë fjallë. Qa do me thonë mi matë fjallë? Do me di çfarë forme ka fjallë. Me di çfarë forme kanë fjallë. Kjo është shumë e rëndësishme me ditë, në sarf kjo kam na përcjell gjithmonë. Mizani ose përshorja kam na përcjell gjithmonë. Mi matë fjallë do me thonë me di që është forma saj. Forma e fjallës kena thonë i përfshin 4 gjëra. Në një, me ditë numrin e shkronjave, rënditjen e tyne, do brenda fjallës, me ditë sa harakate edhe sa sekenate i ka. Me ditë sa harakate edhe sa sukune i ka fjalla. Edhe 4ta është me ditë cilat janë shkronjat shtesë edhe ato origjinale. Që shohen shkronjat shtesë? Hurufun zaida, el huruf zaida, shkronja shtesë. Kurse origjinale, çu shkina thonë çu shohen? Asliya. Hurufun asliya. Don asl kena thonë është origjin, bazë, raj, shkronjat origjinale apo të rajs. Për shembull, kena marrë disa shembull kemi tregu çysh matën ato. Folja al-darabe. Nëse i këshirëm sa shkronja i ka, e gjana që i ka 3 shkronja. Rënditjen e tyre e para është daja, e dyta është raja, e treta është baja. Ba. Harekate janë 3 fetha. Sekenate nuk ka hiç. Do thonë a ka shtesë, nuk ka shtesë. Këto 3 shkronja janë shkronja origjinale. Edhe kështu me radhë do thotë çdo fjalë mundu me marrë me përshorje morfologjike. Për shembull te yadribune e shohim që i ka 6 shkronja. E para rënditja e tyre është ja, da, ra, ba edhe nun. Pastaj e shohim që do thotë me sukun është janë 2 shkronja, dadi edhe wawi. Jaja është me fetha, raja është me kesra edhe nuni është me fetha. Do të thonë kena 4 harekate edhe 2 sekenate. Shtesë sa shkronja shtesë janë 3. Do të thonë da, ra edhe ba janë shkronjat origjinale, kanë bërë këto shtesë janë 3. E kemi thonë që nëse shkronja që shto me ditë formën e fjalës, po na shkon shumë gat. Do të thonë që sa shënimin e ka marrë vetëm me ditë çfarë forme ka fjala. E për me lecu këtë që të punë, arabët e kanë vendosur përshorjen morfologjike. Ton përshorja morfologjike na jep këtë çto që u shpjegoj deri tash. Na jep formën e fjalës, do të thotë e cila i përfshin numrin e shkronjave, rënditjen e tyre, sa harekate se kanë atë ka dhe a ka shtesë a nuk ka shtesë. Ose cilat janë shkronja shtesë, cilat janë origjinale. Këto na jep përshorja morfologjike. Do kjo është që kemi thonë më marrë që arabët kanë shkuar të lecuve të spuna. Tash por më shku kaq gjatë më shpjeguar kanë pru përshorjen morfologjike. Edhe kemi thonë që përshorja morfologjike që ka vendosur arabët është e përbërë prej 3 shkronjave. Pse prej 3 shkronjave? Pse kemi thonë arabët ka vendosur që përshorja morfologjike mi pas 3 shkronja? Do të thonë shumica e foljave rrojnën e kanë me 3. Rrojnën e kanë me 3. Disa kanë me 4, mirë po ato janë më pak. Shumica kanë rrojnën me 3. Edhe arabët për me vendosur përshorjen morfologjike i kanë vendosur 3 shkronja të caktuara. Ato janë fa, ain edhe lam. Ose fa'ala. Fa, ain edhe lam ose fa'ala. Pse kanë vepruar kështu arabët? Pse kanë zgjedh fjalën ose folën fa'ala? Çfarë do thotë fa'ala? Ai ka vepru, ai ka bo. Ka bo diçka ka vepru. Pse kanë zgjedhur arabët foljen fa'ala, nuk e kanë zgjedhur një folje tjetër? Pse i kanë zgjedhur këto 3 shkronja? Fa, ain edhe lam për me kon si përshorje morfologjike. Kurrë. Po. Do të fa'ala ai ka vojë zavenson këtë folje tjera. Për shembull se ty vetë kush a ke flajt?
mundesh me thonë kom flajt, po mundesh me thonë edhe si alternativë, po e kom bërë, e kom kry gjumë. A ke hangër, po e kom bërë, e kom kry, do më thonë e kom vepru. Kjo kallzon që folja fa'ala është si alternativë për gjitha foljet tjera. Prandaj arabët e kanë zgjedh foljen fa'ala me kanë si mizan sarfi, ose këto tri shkronja, fa, ain edhe lam. Mirë, kemi thonë që kur e vendosëm fjalën peshorën morfologjike, shkronjën e parë e vendosëm të feja. Edhe për këtë arsye quhet fa'ul kelime. Çfarë do thot kelime? Fjalë. Do thot feja e fjalës. Shkronjën e dytë e vendosëm paralel me ajnën e mizanit, dhe me ajnën e peshorës. Edhe quhet ajnul kelime. Pa për shkak të ajnit quhet ajnul kelime. Shkronjën e tretë e vendosëm paralel me lamin, edhe quhet lamul kelime. Pra në këtë rast të folja darabe, daja çka është? Fa'ul kelime. Raja çka është? Ainul kelime. Baja çka është? Lamul kelime. Pra kjo është si përsëritje e shkurt e peshorës morfologjike. Pra kjo është peshorja morfologjike. Pastaj kemi thënë parim që është më rëndësi, njëjtat harekate cila i ka fjala do të më vendos edhe peshorës. Për shembull, darabe, cilat harekate i ka? Tri shkronjat kanë fetha. Ata njëjtat harekate i zhvendosëm dhe i qesëm të peshorja fa'ala. Dhe themi darabe ala wazni fa'ala. Kjo këmë përsëri shpesh sa. Darabe është në peshorën fa'ala. Do thonë darabe ala wazni, wazn është mizan. Njëjtë, si thu waznun, si thu mizanun, e ka të njëjtin kuptim. Çish dush thuj është i njëjti kuptim. Thu darabe ala wazni fa'ala. Pastaj kemi marrë edhe të fundit shembullin alime. Shkronja e parë është ain është fa'ul kelime. Lam është ainul kelime. Edhe mimi është lamul kelime. Kjo thon ndryshon pi darabes. Ku ndryshon? Që ainul kelime është me kesre. Atëherë të njëjtat harekate i zhvendosëm dhe i qesëm në peshore dhe bëhet alime ala wazni fa'ila. Mirë. Alime ala wazni fa'ila. Tash e marrëm edhe një ku ainul kelime është me dhamme. Në shembull ku ainul kelime është me dhamme, mirë që më kuptuan. Ajo është folja azume. A ka diçka të paqartë? Azume, folja azume. Qa do thot azume? Kush e din? Po? Ja. Është madhruar, është madhështuar. U bë i madh. Mirë, vendosëm në peshorën. E marrëm fjalën e shkronjën e parë të foljes azume. Ain. Edhe e qesëm peshorë është fa. Azume, po. Ajo është dhamë veç s'përshihet. Dhamë është azume. Pra ain është fa'ul kelime. Ain të folja azume është fa'ul kelime. Dha e vendosëm përballë ainit. Pra dhaja është ainul kelime. Edhe mim përballë lamit.
Pra mimi është lamul kelime. Ajnën e vendosim përballë fa, përballë faun, dhe quhet faul kelime. Nëse këto e kemi marrë më. Ajni është me kesra. Ajni është me kesra. Prandaj edhe në peshore e vendosëm kesrën mbi fa. Ajni është me kesra. E vendosim paralel ose përballë me ajnin, ajnul kelime. Ja, nuk është me fetha, me u është. Adhu me, veç s'po shihet atë. Ja, me u është, veç nuk po shihet. Adhu me, po. Nuk peshe, se u është, e dam është ajo. Po. Se në është me ritmë s'po shihet. Kumet. Që pak të shihet bishti. Damës. Po, ajni është me fetha, po. Ajni është me fetha. Allah shpërblet. Ajni është me fetha. Dha e vendosën paralel me ajnin dhe quhet ajnul kelime. Dha është me dhamme. Mim e vendosim paralel me la, me lam, e vendosim paralel me lamin dhe quhet lamul kelime. Mimi është me kesra, me fetha. Atër qysh në del peshorja? Qysh themi? Themi adhume ala wazni fa'ula. Adhume ala wazni fa'ula. Kush dhe më na përkëthi këta, qysh e përkëthejna? Adhume ala wazni fa'ula. Në. Adhume është në peshoren fa'ula. Është mbi, po është edhe në. Ka dhe kuptime tjerë. Shkronja në arabisht kanë shumë kuptime. Edhe në bazë kuptimeve tyre edhe përdorimit në kontekst edhe dihet çfarë kuptimi ka. Do të thonë përkthej ndryshe.
Mirë, adhuma ala wazni fa'ula. Adhuma është në peshorën fa'ula. Kush e din një folje tjetër, njëon për këtyne trijave, që është ala wazni fa'ala, ose ala wazni fa'ila, ose ala wazni fa'ula. Një folje për Kuranit, për hadithit, veç ranjën e dojna, jo. Po. Nuzilen nuk e ka ranjën kështu. Nazala, po. Nazala ala wazni fa'ala. Nazala ala wazni fa'ala. Kenë marrë më herët qabura ala wazni fa'ula. Qysh? Nuk është ranja kjo. Nuk është ranja foljes ursile. Edhe kjo ka peshore, po na njerë po nalëm veç sa'ala, po. Ala wazni çfarë është? Fa'ala. Sa'ala ala wazni fa'ala. Ursile ka shtesë. Na vodojna ranjën veç, ranja e foljes. Rasala, po. Rasala, tani shtohet arsala, tani kur nuk dihet veprusi bëhet ursile. Kur nuk përmendet, nuk ceket veprusi bëhet ursile. Është dërguar. Arsala e ka dërguar. Mirë. Kemi thonë që shkronjat e rronjës nuk ndryshojnë. Mirë, po renditja tyre nga një herë ndryshon në gjuhën arabe, edhe pse jo shpesh, po nga një herë ndryshon. Shembull për to e marrëm është folja e jise. E jise. A e shkruajt shton, çfarë tham deri tash? Folja e jise. E jise. Kush e din çfarë do të thonë e jise? Ai është dorëzuar. Ai është dorëzuar. Do të thonë ka hek dorë. Ka hek dorë. U dorëzu. Është dorëzuar apo ka hek dorë? S'po të bën kimiko? Po, janë do qëto nëse një ta ulin. Mirë, nëse duam me matë këtë folje në peshore, në mizan sarfi, gjëja pa që na shkon mendja është parimi vendosis se cilës shkronjë origjinale në shkronjat e peshorës. Në peshore është fa, ajn edhe lam. Është e përbërë prej fa, ajn edhe lam. Pra e vendosëm elifin që është shkronja farë, e vendosim elifin që është shkronja e parë në ose paralel me fen e peshorës, me fa të peshorës. Pra në shkronjën e parë të peshorës që është fa, me shkronjën e parë të peshorës e cila është fa. Shkronja e dytë e foljes është ja. Ja. Po, me fetha është. Me fetha. E vendosim ja që është shkronja e dytë paralel me shkronjën e dytë peshorës. Cila është shkronja e dytë e peshorës? Ajn. Me ajn. E jise, po. E jise. Pra shkronja e dytë
ka kasra. Shkronja e dytë ose ainul kelime është me kasra. Faul kelime është me fatha, ainul kelime është me kasra. Shkronja e tretë është sini. Sin. E vendosim paralel me lamul kelime. Ejse. E vendosim ja, për shkronja njëjtë, ja. E vendosim sin që është shkronja e tretë paralel me lamul kelime. Me lam. Kjo është rregulla që e keni mësuar deri tash. Edhe kështu do të më vepru gjithmonë. Mirë, nga një herë ndryshon renditja e fjalëve. Ka e dina na që këtu kjo renditje e peshorës nuk është e saktë. Do jo gjithmonë veproni kështu. Kur të shihni foljen, shkoni sipas parimit që kena marrë deri tash. Shkronja e parë paralel me fa. Shkronja e dytë paralel me ain. Shkronja e tretë paralel me lam. Edhe gjithmonë jeni të pagabushëm. Mirë, po ma vonë keni me pa që janë disa folje që ju ka ndryshuar renditja e shkronjave. Do në shkronjat e rrahjes nuk ndryshojnë, por renditja e tyre nganjëherë ndryshon. Nga e dina që këtu ka ndryshu, e ndina duke ju kthy masdarit. Qa është masdari? Për emri folior. Ose, nëse e thojnë ashtu, është burimi. Pra, për emri folior ose burimi është origjina foljes. Don pi masdarit ka dal folja. Prandaj edhe foljen e kthejna në masdar. Masdari i foljes e jise është ya'sun. Hamza është me sukun. Mirë, po nuk e paraqet. Ya'sun. Mirë, çfarë i vjen tash ya'sun shqip? Të dorzuarit. Ose dorzim. Dorzim, ma mirë. Dorzim. Heqje dorë. Me heqje dorë. Mirë. Ya'sun, cila është shkronja e parë e masdarit? A është elife apo jeja? Jeja. Tom nuk është sikur të folja që ka elife. Të folja ka elife e para. Elife. Kurse të masdari është jeja. Është je. Këto po kuptojna që ka pas një ndryshim të renditjes të shkronjave. Tonë me shkronjes parë edhe me shkronjes dytë pas ka pas një ndryshim të vendeve. Atëherë, përderisa është kështu, në peshorët morfologjike do të ndryshohen shkronjat e dyta më të fare. Ja, nuk u ndryshu. Ajo mirë është. Veç do thonë ato folja që i ka ndryshu vendin nuk janë të shumta. Që e ka ndryshu e para me dytën vendin nuk janë të shumta, janë pakta. Mirë, po si shembull, më ju tregu që ka mundësi që me ndryshu renditjen e shkronjave. Pra dy shkronjat e para do të më ndryshu vendin për të përshtatur me masdarin. Kështu që do ta dim se shkronja e parë rrënjësore ose origjinale kësaj folje është ja. Pra nuk është elif. Është ja. Prandaj në arabisht dyjat lejohen më thonë. Edhe me thonë ja ise, edhe me thonë e ise. Dyjat janë saktë. Ndash thuj e ise, ndash thuj ja ise, do të njëjtin kuptim e jep edhe njëjta folje është. Vetëm i ndryshohet e para me dytën. Kështu që kur e ndryshojna radhitjen e shkronjave në peshore për më përshtat foljes, atëherë do thotë jeja ose vërtet elifi të folja është ainul kelime. Elifi të folja është ainul kelime, nuk është më faul kelime. Prandaj e shkruajna kështu. E shkruajna elif
elifi vendoset paralel me ajn, me ajnin e peshores, se kështu është në origjinë. Nuk vendoset paralel me fa, edhe pse është shkronja e parë në folje. Pse? Për arsye se e ka ndryshuar vendin. Në vend se me kanë e dyta, ka dalë e para. Atëherë, ja te ejise vendoset paralel me kon me fa. Me fa. Vendoset paralel me fa. Edhe fundit me të fundit. Sini vendoset paralel me lam. Me lam. Mirë, tash qysh po na del neve peshorja? Kush dhe më na kallzu? Thojna ejise ala wazni çka? Vaz të peshores tash. Ejise harakatet i vendosit njëjtat. Afile. Ejise ala wazni afile. Ejise ala wazni afile. Prandaj themi ejise ala wazni afile. Afile. Kur s'ka diçka pa çort mundet me pyet. Ejise ala wazni afile. Do të thonë përkthejna, e themi ejise është në peshorën afile. Jo fa'ile, po afile. Po çu shta marrë të rëksoj folje mundsh me thonë edhe ejise edhe jeise. Dyjat janë të sakta. Është e njëjta. Shonjat e rrënjësore janë gjithmonë të njëjta. Tonë ato janë, nuk lëvizin. Mirë po, zdo me thonë që domosdoshmërisht me kanë e njëjtë edhe rënditje edhe radhitje tyre. Pra folja ndjek mazdarin, pse? Për arsye se mazdari është origjina e foljes. Po. Mazdarit i është. Shumica e fjalëve, çish tham janë në radhitjen e tyre origjinale, shumica e foljeve dhe fjalën në arabisht nuk e ndryshojnë radhitjen. Mirë po, disa ndryshojnë, ato janë të pakta. Kështu që kur ta shihni një folje, çish tham më herët, jo e pasonit ose ndjekni të njëjtin parim që kemi marrë deri tash. Fjalën e parë e vendosi paralel me fa, fjalën e dytë paralel me ain, dhe fjalën e tretë paralel me lam. Edhe nëse ne bëni gabim, prap do thot metodologjinë e keni të saktë. Po edhe nëse gaboni metodologjinë e keni të saktë, për arsye se keni ndjek parimin, e pastaj kur e ndryshon, kur e ka ndryshuar këto, kur jo, kjo arrihet mos i që të mësohet pak më shumë gjuha arabe ose mos i që të përvetësohet mirë. Prandaj nëse i lexojnë ana librat e tefsirit, ata dietarë që kanë komentuar Kur'anin, e shohim që kur vinte kjo folja ejise, gjëja e parë që e thonë që ejise është ala wazni afile. Po më tregu ty që këtu ka pas ndryshim ose po është ndryshuar radhitja e shkronjave në këtë folje. Thonë ejise është ala wazni afile. Do të thonë origjina u kon ejise, mirë po arabt e kanë ndryshuar për më ardh më lehtë me shiftu e kanë vë ejise. S'ka. Do thot ajo tash peshorja u marr si peshore dhe ajo ndryshon. Që shkëna me marr ma tash edhe pak inshallah. Peshorja ndryshon bazë fjalës, edhe ajo nuk ka kuptim. Do vetëm fa'ile ka kuptim. Tash pastaj ndryshon. Për shembull fa'ile nuk thuhet në arabisht, kur dosh me thonë që ai ka vepruar. As fa'ula mundet më përdor për në rast. Pra, kur dietar thonë që ejise është ala wazni afile, ty po dojnë keq të asha shpjegum deri tash për folën ejise, ta shkruajnë edhe ta vinë vetëm me këto dy fjalë. Ejise është ala wazni afile dhe ti kur e lexon e din që këto ka pas ndryshim. Për arsye se peshorja është feja është e para, jo ajni. Edhe dietari keq që të sharrim, që e tham deri tash, ta shkruajnë me këto dy fjalë. Ejise ala wazni afile dhe ti e kupton që aty ka pas ndryshim. Do të thonë se në parim feja do të më kanë para ajin. E kupton që do thotë origjina e foljes është jeise, jo ejise. Mirë po arabët e kanë ndryshuar. Prandaj çu ka thonë Aliu radiallahu anhu,
Khairul kalami ma qalla wa dalla. Kush do më përkthej këto? Khairul kalami. Aha. Khairul kalami, folërt më të mirë ose fjala më e mirë. Ma qalla. Ja. Ja, në përst. Qalla. Khairul kalami ma qalla. Çfarë është qalla? Wa dalla. E dini që është qalla, po s'po ju kujtohet. Ja, ajo është qala. Qala. Kjo është qalla. Prandaj do të mësua dhe veshën me ngu arabisht. Mos me bë si qalla si qala njëjtë. Fjalët më të mira janë ato që janë të pakta. Qalil. Qalila është i pakt. Dhe dalla edhe që do thot e godasin pikë. Aludojnë aty ku dohet, për ata që dohet. Pra fjalët më të mira janë ato të shkurtra ose të pakta, dhe ose më e mira për fjalë, më mirë po në të kështu. Janë ato të shkurtra dhe që i bien pikës. Khairul kalami ma qalla wa dalla. Prandaj dietar vesh thonë ejse ala wazni afila, ta nuk zgjenohen më shumë. Ta shkurt i bin, edhe me këto dojnë me thonë shumë. Ta me këto dojnë me thonë shumë. Pra këto fjalë dietare kanë kuptim të madh. Pse? Ty ta shkurton këtë sqarim. Vend që me t'i dhon 5 rreshta sqarim, ai të jep gjys rreshtë, edhe thot ejse ala wazni afila, edhe të ja kupton që feja, do thon elifin këtë rast është dosh me kon pas jes. Po është dosh me kon je ise. Mirë po arabët e kanë ndryshuar dhe kanë bë e gjise. Pra kanë bë ala wazni afila. Mirë, sa i përket ndrrimit kësaj radhitje dhe rënditje, kjo ka një arsye, pse kanë vepruar kështu arabët. Mirë po nas s'po përmendim ato që mos mu bë shumë. Po ma vonë kena me marrë inshallah. Sa arabët e kanë ndryshuar, i kanë ndryshuar rënditjen e kësaj. Mirë po na për sot nuk kena me marrë. Qalla, po me të zhdit. Mos përshjeta? Të zhdit e përshjet të qalla. Mirë. A shkuto, të bojnë një përsëritje shkurt, s'tham shkronja në shkronjën e partë, në shkronjën e fe të veshorës, e vendosëm shkronjën e partë të huruf aslije, shkronjën e parë origjinale, po shkronjën e parë origjinale. Shkronjat cilat nuk janë aslije, nuk janë origjinale, që shuhen hurufun zaidetun, shkronja shtesë. Folja në të cilën janë gjitha shkronjat origjinale, që shuhet kjo folja? Fi'lun mujarrad. Që kena marrë dersën e kalum. Fi'lun mujarrad, do të thonë që është i zhveshur, është i lirë prej shkronjave shtesë. Kurse folja e cila ka shkronja shtesë, që shuhet? Fi'lun mazidun fihi, ose shkurt mazid. Pa që është shtuar në të. Është shtuar mazid, do thot është shtuar në të. Mirë. Shkronjat cilat i shtohen
shkronjat për shkronja të cilat i shtohen foljes janë 3 lloje. 3 llojesh. Po folja kur është me zidun, që ju kanë shtuar atë shkronjat, këto shkronja të cilat i shtohen kësaj folje janë 3 lloje. E para një shkronjë e cila vjen si pasojë e dyfishimit të shkronjës në fjalën e matur. Po në fjalën cilën e kena vendosur në mizan, fjalën e matur, cilën e kemi vendosur në mizan, në peshor. Qa do thot dyfishim? Me shedde. Kur është me shedde, ose që thonë të namet të zhdit. Thonë me shedde është ajo që njetë të namet të zhdit. Për shembull, e marrëm foljen katele. Qa do thot katele? E ka vra. E ka vra ose ka mit. Folja katele. E ka vra ose ka mit. Kafi është faul kelime. Kaf është faul kelime. Ta është qa është ta? Ainul kelime. Ndërsa lam është lamul kelime. Lamul kelime. Që kjo folje, për shembull, një shkronjë e saj na mundet mu dyfishu. Ajo është teja. Pra dyfishohet ainul kelime. Dyfishohet ainul kelime. Edhe qysh bëhet, kush e din? Qattala. Kjo është si shembull, kurse më vonë kena mi marrë inshallah kesh që zgjedhohet kjo folje. Qattala. Tash e vërtetë. Qattala. Po pasi që në shqiptim këto dy shkronja banë me shedde bashkuan, atëherë do të mu bashku edhe në shkrim. Pra nuk banë me shkru qattala. Mirë po e banë një shkronjë, qattala. Qattala dhe në mbi të e vendos shedden. Mbi të e vendos shedden. Dhe u thonë ajo shkronja që po shene e dini gjithë është shedde dhe kjo tregon që aty ka pas dyfishim të shkronjës. Edhe kur ka dyfishim të shkronjës, e para është me sukun. Që shuhet shkronja me sukun? Sakina. Sakinatun. E dyta është me harakat. Që shuhet shkronja me harakat? Që kemi thonë? Mutaharrika. Mutaharrika. Shkronja që ka harakat quhet mutaharrika. Do thonë që lëviz, nuk rrin me sukun, nuk rrin e qetë, që është sukuni.
ka lvizje, domethënë ka zanore ose ka vokal. Pra e para është me sukun kat, e dyta tele. Mirë po, masi që edhe në shqiptim bashkohen, do të mu bashkohen në shkrim. Mu ba kat tele, e për me tregu që aty ka bashkim të dy shkronjave, arabët e ka vendosur këtë shet dënalt. Kat tele, për me tregu që aty ka dy fishim. Pa që e kuptojna për i kësajna, e kuptojna që tëja e dytë të kat tele nuk është harf aslije, nuk është originale. Mirë po është harf zaide, është tes. E shkrujna këto. Tëja e dytë të folja kattele që erdhi nga dy fishimi i të nuk është shkrojnë originale, por është shkrojnë shtes. Pra është zaide. Është zaide. Mirë. Nuk është aslije, por është zaide. E tash, çysh kemi thënë? Ajo që është në fjalë vendoset edhe në peshore. Për tash masi tëja është e dy fishuar, atëherë edhe në peshore do të dy fishohet. Atëherë edhe tëja është ainul kelime. A lejse kedhalik? A nuk është shtu? Atëherë edhe ainul kelime në peshore dy fishohet. Tash e morëm e vendosëm peshore këtë folje. Pra kafi vendoset paralel me fa, si pas parimi që kemi marrë të tash. Tëja e parë vendoset paralel me ainul kelime. Tëja e parë është aslije, nuk është zaide. Tëja e dytë vendoset paralel me një ajn dytë, i cili i shtohet peshorës. Edhe lam vendoset paralel me lamin gjithashtu. Atëherë sipas kësaj çysh më na del peshorja? Po, peshorja na del fa'ala. Peshorja na del fa'ala. Andaj themi, këto kena me marrë më detajisht inshallah në tardhë. Kjo ishte veç si shembull, por shkronjë cilat janë ato shkronja ose llojet e shkronjave që i shtohen fjalës. Pra e para është shkronja që shtohet si pasojë e dy fishimit. Shkronja e cila shtohet si pasojë e dy fishimit. Prandaj themi qattala ala wazni fa'ala. قتل على وزن فعل. قتل على وزن فعل. فقتل është në peshorën fa'ala. Mirë, tash vim të kuptimit që pyeti vllau dritoni, edhe se këto tham kena me marrë më detajisht në tarmen, kur t'i shtohen shkronja të foljes, çfarë kuptime marrin ato. Po folja cila vjen në veznin, pra ala wazni fa'ala, tregon një kuptim më ekstrem. Po diçka që ka ndodhur, diçka që ka ndodhur më e tepërt. Për shembull, qatala thamë ka vrarë. Kurse qattala, do të thotë që ka vrarë shumë. Për shembull, Allah subhanahu wa taala kur tregon për dy bijtë e Ademit në surën Maide,
Ajeti 30 thot fatawa'at lahu nafsuhu qatl akhihi faqatalahu fa asbaha min al-khasirin. Pra nëse doni përshkruajnë ajetin, pra ai sa herë ka vrarë vllahun e tina, e ka vrarë vetëm një herë, më shumë herë s'mundet me vrarë. Mirë, po kjo tregon që ai ka bënë një vrasje të madhe. Ta tregon hiperbolizim. Që ai ka bëu vrasje të madhe. E ka vrarë vllahun e tina dhe ka qenë njëri i parë që e ka vrarë, do thot vllahun e tina. Fatawa'at lahu nafsuhu. Tawa'at do më thonë e ka nxit shpirtin e tij. E ka shty Habilin, sipas israeliatëve, emri i tij ka qenë Habil, cili ka myt Kabilin. Nafsuhu fatawa'at lahu nafsuhu. Do t'ja ka bot let, e ka nxit, e ka shty shpirti i tina, nafsuhu qatl akhihi, vrasja në vllahut tina. Qatl është vrasja. Edhe vazhdon Allah thot faqatalahu. Pra ka dhënë diçka që ka ndodhur në mënyrë të teprume, ekstreme. Ka kalu kufit. Faqatalahu, prandaj e vrojti atë fa asbaha. Që do thot asbaha? Ku e keni një këtë fjallë? O zju, po në këto e ka tjetër kuptim. Asbahtu, po, asbahtu është, do thonë në kom hynë më ngjas, do thonë. Mirë po, kur thojnë arabt asbahtu, për shembull asbahtu mudarrisan, jam bë mësues. Asbahtu mualliman ose asbahtu da'iyan, jam bë, po. Fa asbaha edhe u bë prej min al-khasirin, prej të humburve. Min al-khasirin, prej të dështuarve ose prej të humburve. Po. Po pendu, po. Inshallah. Gjithsesi. Mirë, po një pjesë mëkatit sa bëhet një vrasje në botë i ka lënë këtyre. Shka thonë pejgamberi. Pa arsye se është i pari që e ka legjësu vrasjen, domethënë e ka bërë vrasjen. Po. Faqatalahu, edhe të ka vrarë ato në mënyrë e ka tepru kur e ka vrarë vllahun e tina. Sura Al-Maida, ajeti 30. Faqatalahu. Tash në bazë, që shkëna me marrë inshallah në tarmen, në bazë ndryshimit të foljes, ndryshon edhe mastari. Për shembull këto e pam që masdari qatala është qatlun. Fatawa'at lahu nafsuhu qatl akhihi. Pra qatl është masdari i qatala. Pra shpirti i tij e ka nxit në ja ka vot letë se ka shty vrasjen e vllahut tina. Vrasje, qatl. Tash to bëhet faqatalahu. Mirë, cili është masdari qatala? To kena më mësuar inshallah, tarmer është taqtil.
taktil. Nuk është më katël, është taktil. Po këto mos e ngarkoni veten. Inshallah gjitha do t'i marrim në të ardhmen. Është edhe ajeti në surën Araf ose edhe edhe në surën Bekara dhe disa sure ku Allah tregon për faraonin që ka thonë Kale që ka thonë faraoni Sanuqattilu abna'ahum Sanuqattilu edhe do t'i vrasim shumë bitë e tyre se nuqattilu edhe kjo është qattala kur kalon në tashme bëhet uqattilu ne shumë si nuqattilu kale këna këto inshallah vetëm si shembull mos e ngakoni shumë vetëm ato po gjitha do t'i mësojmë tatawwa'at Sanuqattilu abna'ahum thot faraoni ka bën jetë mi vra krejt bit e Israelve e jahudive Sanuqattilu abna'ahum kjo është pra folja që na intereson edhe nuk qattilu po çka do thot se nuk qattilu do t'i vrajmë shumë mitë e tyre ka sura Araf ajetin 127 mirë na për shembull to kom pas mi marrë disa shembuj më herët po tash i kuptoni më mirë por kena fol për fjalën Rahman Bismillahirrahmanirrahim a e shkruto Bismillahirrahmanirrahim kemi thonë që Rahman do të thot Qa do thot Rahman, qa kemi thonë? Jo shqip me përkësi po Rahman që kemi spjegu, qa do me thonë? Do thonë aje që është i mbushur plot me mëshirë ose kur janë kjo form e fjales kur janë ala wazni fa'alan tregon që ajo cilësi është i ka të i kalu kufit pra është ka do më thonje shumë gjerë nuk është vetëm si një cilësi e thjesht mirë po i ka të i kalu ose është ka do më thonje gjithë përfshirëse prandaj themi Rahman ala wazni fa'alan Rahman ala wazni fa'alan pra nëse e marrëm këtë edhe vendosëm peshore po kjo kur i shtohet mirë po vazhdojmë me shpjegime tjera inshallah se deri tash e morëm vetëm kur të shtohet shadda inshallah tash më poshtë kena më marr kur të shtohen disa shkronja tjera përveç shaddës pra thamë që folja është dy lloje është ose mujarrad e lirë nga shkronja shtesë do të thonë që nuk përmban shkronja origjinale ose është me zid që përmban shkronja shtesë edhe thamë që kjo zjade pra që kjo shtesë është tri lloje por na në fillim kena mi marrë vetëm dy
që mos më bë kallaba. Po, po da. Qatala. Po, mutaharrika. Po, e përmanu më herët në këto. Lloji i parë është ai që e morëm, do të thonë që shtohet në shkruaj si pasojë dy fishimit. E tash kena marrë llojin e dytë, janë ato shkronja cilat kur i shtohen fjalës apo foljes, do thotë mblidhen në frazën arabisht që quhet sa'altumuniha. Sa'altumuniha. Në arabt kur dojnë që dikush më mësu përmendsh, për shembull, cilat janë shkronjat që i shtohen foljes, janë shumë shkronja, për me bë më lehtë këto me kuptu, e kanë bën një fjalë të vetme në arabisht që ti me majt men më lehtë. Ose është emanun wa tashil. Do janë dy fraza që i ka thonë për këto. Në ata do i shkruajmë inshallah. E para është sa'altumuniha. Sa'altu niha. Ja, kjo është e dyta. Po, kjo është e dyta. Po, të vëshkujna në dy. Në dy. Ka thonë, janë tri gjithsej, mirë po na këna me marrë vetëm dy. Na me marrë vetëm dy. Shkronjat të cilat mblidhen në frazën e me poshtme. Ajo është sa'altumuniha. Ose malet është me majtë men sa'altumuniha, ose është emanun wa tashil. Dy fjalë. Po, me fatuha. Sa'altumuniha. Sa'altumuniha. Ose është tjetra fraza tjetër emanun wa tashil. Është të përbërë për dy fjallë, emanun wa tashil. Mirë, dikush mundet me majtë men malet këto, dikush ato. Sa'altumuniha. Sa'altum. Ja, se kam kuptimin. Kush e din që është sa'altumuniha? Aha, gati. Jo. Jo, sa'altum jo. Jo më ma keni kërkuar atë, ose me keni pyetur për të. Jo ma keni kërkuar atë. Ha atë. Ose është, kjo do thot është sa'altumuniha. Emanun wa tashil janë dy fjalë ndryshme. Që do thot emanun wa tashil? Eman është siguri dhe lehtësim. Eman lehtësim. Tashil, eman siguri, tashil lehtësim. Siguri dhe lehtësim. Ona? Ja, sa'ala është pejrani thund. Sa'ala.
Sa shkronja po na dalin këtu? Sin 1, hemze 2, ose alif. Hemze, po. Lam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 shkronja. Në gjithsejt janë 10 shkronja. Çka do thot 10 shkronja? Çka? Vullnet. Foljes. Po. Domethënë nuk i shtohen më shumë, veç të 10-at i shtohen. Janë 10 shkronja që i shtohen foljes, jo më shumë. E këto është njëna prej tyre shkronjave, ose 2 prej tyre, ose 3 prej tyre, ose 4 prej tyre, varet sa shtesa i bëhen shkronjat. E këto shkronja pra kanë të shkruajnë arabisht më mirë. Mim, alif, nun, waw, ta, sin, ha, ja, edhe lam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qa nga ka vetë pashku? Wawi në shkrytëm. Po, wawi. Wawi edhe hemze. Edhe hemze. Mirë. Kam thonë gjithë sajt janë 10 shkronja. Sa'altumuniha, ose amanun wa tashil. Amanun wa tashil. Jo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To të hemze edhe të elifi mundet me ka një shkronjë. Shto që ose thejme në shkronjë ose 10 shkronja. Varet, disa thonë që hemzja dallon prej elifit, disa thonë nuk dallon. Shto që prandaj edhe i sjellëm dy shembujt. Emanun wa tashil nuk ka elif, ka vetëm hemze. To në fillim eman. Kurse te sa'altumuniha ka edhe elifin te sa'a, ka hemzën te sa'altumuniha, edhe në fund e ka elifin. Shto që dyjat themi ose elifi ose hemze ose dyjat i shtonë. Pra ose janë 9 ose janë 10 shkronja. Pra për qëllim këto kemi shkronjat që janë shtesë e cilat nuk vinë si pasojë e dy fyshimet. Cilat nuk vinë si pasojë e dy fyshimet shkronjës. Atëra ajo do të më ka njëna për këtyne 10 shkronja. Do cilat ju më përmbledhën në fjalinë e mësifër, ose në 2 frazat e mësifër. Pa nëse na e gjojmë një shkronjë që ju ka shtu foljes, atëra e gjithsesi do të me ka njëna për këtyne shkronjës. Gjithsesi do të me ka njëna për këtyne 10 shkronjës. Përveç me preashtim kur edhe njëna për këtyne shkronjave mundet më dyfishu. Njëna për këtyne shkronjave mundet më dyfishu. Këto kena me marrë inshallah me shembuj edhe pa mos çap. Për shembull e marrum
emrin folor ose mazdarin darbun. 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 Kemi thonë fjalë që rrjedhin prej saj janë shumëta. Shahun darabe, darabet, adribu, nadribu, jadribu, tadribune, jadribani, e kështu më radhë. Edhe kemi thënë që shkronjat, cilat janë rraje e mazdarit ose e foljes, janë gjithmonë janë tri. Pra ato janë da, ra dhe ba, nuk ndryshojnë. Ato asnjëherë nuk binë. Asnjëherë nuk ndryshojnë. Mirë, po shkronjat cilat i shtohen kësaj fjalë, sa që të shtohen, atëherë gjithsesi është njëra prej këtyre tri shkronjave se eltumonia. Për shembull, e marrëm adribu. Qa është këtu? Është hamza ose elifi. Adribu. Pra njëna prej këtyre se eltumonia, s'ka çare pa ashtu. Për shembull, jadribu. Qa është këtu? Ja. Tadribune. Mirë. Qa është këtu? është ta, vav dhe nun. Tri shkronja. Gjitha këto janë ato që përmendëm më herët. Tonë të se eltu muniha. Nuk ka mundësi me pas tjetër. Edhe kështu me radhë, nëse marrëm jadribani, shtohet elifi, nuni, jaja, e kështu me radhë. Pra që kemi thonë që të shkronjat shtes të se e të muniha që shuhen edhe njerë el huruf e zaida. El huruf e zaida. Çdo shkronjë tjetër që e shehni mbrana foljes që nuk është pinjanës për këtyne 10 shkronjave, ajo është aslija. Pra çdo shkronjë tjetër, kjo është si parim mune, çdo shkronjë tjetër që nuk është nga njëra për këtyre 10 shkronjave është zaida. Që nuk është njëra nga këto 10 shkronja shtes, ajo është shkronjë rrënjësore. Ajo është shkronjë rrënjësore. Pra është aslije. Është aslije. Harf aslije. Po, se eltumuniha e mon men edhe cis është njëna për tyne e din që është rrënjësore. Vinire është të një qështje këto që më rëndësime ditë. A i ka shkun me në kur. Pra thamna që to janë 10 shkronja shtes, zaide që i shtohen foljes. Mirë pa mundet folja me pas njënë për këtyne 10 shkronjave, ose 2 ose 3, mundet mi pas, nëse shkronja rrënjësore. Pa shkronja mundet mi pas njënën ose 2 ose 3 për këtyne 10 shkronjave si shkronja rrënjësore. Prandaj këto janë 10 shkronja që i shtohen foljes, mirë po nuk preashtohet mundësia që edhe këto shkronja me kanë për rrënjës, për shkronjave rrënjësore të foljes. Pra edhe këto për shkronja, këto 10 shkronja nuk përjashtohen nga të qenit shkronja originale. Për shembull, e marrëm një shembull për me ilustru.
cila folëm na përshtatet më shumëti sa'ala. Sa'ala. Trijat janë, tri shkronjat të rrojnjës kësaj folje janë pi shkronjave që i shtohen foljes. Edhe sini, edhe lifi, apo hemza, edhe lami. Trijat janë. Mirë po këto janë rrënjësore. Këto janë rrënjësore, nuk janë shkronja shtesë, janë rrënjësore. Shkrimi tha më herët, përderisa nuk ka folje i cila ka ma pak se 3 shkronja rrënjësore, atëherë këtu mbesin shkronja rrënjësore. Pra sa'ala, 3 shkronjat e sajna janë shkronja rrënjësore. Prandaj nëse është një folje me 3 shkronja, po që kemi përmendur shumë herë deri tash, gjitha ato do të ditur se gjitha ato janë origjinale. Mirë, qysh me matë një fjalë e cila ka shkronja shtesë? Po deri tash e matëm fjalën e cila ka shadde. Do që ka shtu një shkronjë si pasojë e shaddës, në dy fishimet. E qysh me matë një fjalë e cila ka shkronjë shtesë? Këta po shkojnë në fak e marrëm mësimin e dytë inshallah. Së masëm një fjalë e cila ka shkronja shtesë. Kjo është mësimi për orën e dytë. Ose nëse doni s'pas ka shumë, ma e marrëm edhe tash. Tani po shkojnë pak ose po shkojnë. Ma mirë po shkojnë pak. A një lodhë? Mirë, e marrëm pra. Si ta masim një fjalë e cila ka shkronja shtesë. Sa'ala, qa është sa'ala, se nuk e përkrim? A i ka pytur. A i ka vo sual. Pytje. Pra peshorja është që është tanë fa'ala. Peshorja, il mizanu sarfi është fa'ala. Dhe qysh e morëm deri tash, kur e hasëm një folje cila ka 3 shkronja, është lehtë me matë. Pra nuk është problem, qysh e mësum deri tash si pas parimit. Vetëm i vendosëm ato 3 shkronja paralel me 3 shkronjat e peshorës, edhe matët ajo, nuk është problem shumë, që është e kuptum deri tash. Edhe kur e kemi një shkronjë të dyfishuar në fjalë, atëherë dyfishojmë me shkronjën përkatëse në peshore, që është e morëm te katele. Po nëse hasëm një shkronjë e cila është shtesë, edhe nuk është pasojë e dyfishimit, atëherë çysh do të më marr? Çysh do të më marr atë shkronjë? Për shembull e marrëm foljen yadribune. Foljen yadribune. Yadribune. Sa shkronja janë shtesë këtu? 3. Ja, waw edhe nun. Ja, waw edhe nun. Qa bojnë as pari? Shkronjat rrënjësore i vendosën paralel me shkronjat në peshore. Mirë, na deri tash e dim se cilat janë shkronjat rrënjësore të kjo folje. Cilat janë ato? Dadi, ra edhe be. Dad, ra edhe be. Ma vonë jo vetë inshallah keni me arrit me dallu se cilat janë shkronjat shtesë folje, cilat janë shkronjat rrënjësore dhe cilat janë shtesë. Kështu që e vendosëm shkronjën e parë origjinale të foljes, që është dad, paralel me fa. E vendosëm shkronjën e dytë të foljes, e cila është ra, paralel me ainul kelime. Pra dadin e vendosëm paralel me faul kelime, ra e vendosëm paralel me ainul kelime. Edhe ba e vendosëm paralel me lamul kelime. E vendosëm paralel me lamul kelime. Çfarë të bëjmë me shkronja tjera që kanë mit? Edhe ato i vendosëm edhe i zbresëm në peshore ashtu që janë. Edhe çka themi? Yadribuna ala wazni, kush do më na kallzu? Yaf'iluna.
Yadribuna ala wazni yaf'iluna. Yadribuna ala wazni yaf'iluna. Kështu që janë e vendosëm, ja shtesë, edhe në peshore vendosëm shtesë, si shtesë. Dadi është paralel me faul kelime. Me faul kelime. Ra është paralel me ainul kelime. Ba është paralel me lamul kelime. Atër wavi po jetë shtes, kështu edhe në peshore shtojna. Edhe nuni është shtes, kështu që shtojna edhe në peshore. Edhe qysh thamë deri tash, harakatet njëjtat i vendos qysh janë në fjalë, i vendos edhe në peshore. Ja e para është me fetha. Dadi është me sukun. Raja është me fetha. Ba është me dhamme. Wavi është me sukun, edhe nuni është me fetha. Atër themi yadribuna, atër e vendosëm njëjtat harakatet e peshorja, jënë e bojna me fetha, fa që është pi peshores, e bojna me sukun, ajnin e bajna me rake me kesra, yadri, atër edhe ajni mer kesra, bëja ke me dhame, atër edhe lami mer dhame, yadribu, yaf'ilu, wavi është me sukun, atër edhe kjo mer sukun, nuni është me fetha dhe kjo mer fetha dhe bat yaf'ilune. Yaf'ilune edhe themi yadribuna ala wazni yaf'ilune. Kështu pra matet shkronja e cila ka folja e cila ka shkronja shtesë. Ala wazni yadribuna ala wazni yaf'iluna. Një parim tjetër me rëndësi. Yadribuna ala wazni yaf'iluna, yaf'iluna. Mirë, nëse themi yadribani, çfarë wazni ka? Ala wazni yadribani ala wazni yaf'ilani. Darabtum ala wazni fa'altum. Darabtum ala wazni fa'altum. Darabta ala wazni fa'alta. Darabat على وزن فعلت. فعلت. ضربا على وزن فعلا. E kështu më radh. Don kryesori është ato që janë shkronja rrojnësore që në paralel me wazn me mizan sarfi fa'ala, e pastaj i ndryshoni. Don çka ka nevojë me shtu i shtoni, qysh janë sipas fjalës i shtoni edhe në wazn, edhe harakatet i ndryshoni sipas fjalës, edhe vjen wazni. Pra themi yadribuna ala wazni yaf'iluna. Tjetër parim e rëndësi është që nëse një shkronjë hiqet, largohet prej fjalës që matet, atëra ajo automatikisht largohet edhe hiqet edhe prej waznit. Largohet edhe hiqet edhe prej waznit. Për shembull, e kemi foljen qala, që e përmenum shumë herë deri tash. Çfarë do thot qala? Ai ka thënë. Jo tha. Nëse mund të thënë. Kjo sipas ai tha, po ai ka thënë. Qala. Mirë, qala
ka thënë. Mirë po, kur e marrëm ordnorën e kësajna, çysh bëhet? Pra kale themi, kale çfarë vazni ka? Kale çfarë vazni ka? Kale ala vazni çka? Kush e din? Nëse këto kena me mësu inshallah. Ja. Fa'ala. Pse është ala vazni fa'ala? Se elifi në origjinë është waw. Pra origjina e kësaj folje është qawala. Qawala. Mirë po arab për me bo malet e kanë bo elif. Vend që me thonë qawala, pak shtira ka mo kale dhe i ka orë malet. Që kena morë parijun ma heret? Iltimasul khife, me kërku lehtësimin të folur. Arab këto e kam pas parim. Prandaj elifin e kanë wawin e kanë shdru e kanë bo elif, edhe kanë bo kale. Kale është ala wazni fa'ala, këto kena me mësu inshallah edhe çysh ndryshohet, çysh ndrohet edhe në tashmen, këtë kena mësu inshallah taala. Ordnorja e kësaj folje është kul. 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 Mirë. Tash tham, parim është që nëse hjeket prej fjalës hjeket edhe në wazn. Qaja është vjen paralel me fan e waznit. Lami vjen paralel me lamin e waznit. Ajni u hjek. Do të wavit e qawala kur vjen në urdhnorën kul u largu. Atëherë kjo largohet edhe prej peshorës. Kjo largohet edhe prej peshorës. Pra vendosëm kaf paralel me fa të peshorja. Ajnin se kim heq, shkalojmë të laja, të lami, lam paralel me lam. Harekat e thamë qysh janë në fjal i vendosëm edhe në peshore. Atër themi kul, kush e din çfarë vazni ka? Ala wazni ful. Kul ala se është kjo është lamul kelime. S'mundet me kon ainul kelime kur. Do të thonë qala është qawala. Fa'ala. Po, bjen edhe kjo. Don ajni të folja kur bjen ainul kelime kur bjen pi foljes, pi fjalës, bjen edhe ajni të peshorja. Atëherë themi kul ala wazni ful. Kul ala wazni ful. Kul është në peshorën ful. Ajni u hjek pi foljes, ainul kelime hjeket edhe pi peshorës. Ainul kelime u hjek pi foljes, hjeket edhe pi peshorës. Nga njëherë ndodh hekën dy. Po këto inshallah i marrëm. Për shembull ka folje urdhnore arabisht është vetëm diçka. Është qi. Qaf me kasra. Qi. Qi do thot ruaja. Shumë si ku. Shedhe një ajet me ku. Ku anfusakum ahlikum nara. Ruajeni veten e juaj dhe familjet e juaj prej zjarrit. Kur thuhet ti ruaje veten tënde, njëjës thu qi. Ajo është waqa, waw, qaf edhe elif, waqa. O hek waw, o hek elifi ka me të qi në urdhnore. Këto kena mësuar çysh vjen deri te kjo qi. Prej waqa çysh or deri te qi. Na mësuar inshallah taala më këtë. Kjo është sarfi. Edhe themi qi ala wazni sa është ainul kelime. Waqa fa'ala. Ton kafi është ainul kelime. Po pas për shkujna që mos më bo ma vështirë. Mirë. Ta është kthehemi atje ku thamë që i shtohen këto fjalë, këto shkronja fjalëve. Pe marrëm edhe inshallah që doni nisu marrët të shvija. Falën e përgjërmija që keni një lagje. Është fjala Rahman. Rahman. Kjo vetëm si dobi, ose nëse doni s'pe marrëm heq, pasi s'ka të bëj me folje,
rahman, ose atshan, ghadban. Këto vinë në peshorën fa'ilanu, 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 ose farhanu, gjauanu, e kështu më rrës. Ma mirë s'pi marëm se mundet me ju përzi, kështu që pilojnë e shumë. Mirë, po përshojnë a pak, taj që kemë ko vazhdojmë edhe me orën e dytë. Allahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Tretën nuk e marrim.